Qytetarët tashmë kanë mundësi të aplikojnë dhe të kryejnë pagesat për një sër shërbimesh të kadastrës në mënyrë plotësisht elektronike përmes portalit shtetëror e-Albania. Sipas njoftimit zyrtar të kadastrës, në total 74 shërbime kadastrale mund të paguhen online duke përdorur çdo lloj karte bankare, qoftë ajo kartë krediti apo debiti, pavarësisht vendodhjes së përdorësit. Sipas njoftimit, për pagesat me kartë zbatohet një komision që aplikohet dhe mblidhet nga lëshuesi i kartës. Kadastra bën të ditur se gama e shërbimeve është e gjerë dhe përfshin lëshimin e certifikatave të pronësisë, vërtetimeve dhe kartelave të pasurisë, kryerjen e regjistrimeve fillestare të pronës, procedurat për aktet e trashëgimisë, si dhe rivlerësimet apo saktësimet e kufive të pasurive. Procesi i pagesës është online dhe i thjeshtë. Qytetari zgjedh shërbimin përkatës në platformën e-Albania, klikon opsionin paguaj online dhe më pas ndjek hapa të udhëzimet që shfaqen automatikisht në sistem. Pagesa konfirmohet menjëherë dhe aplikimi nis të trajtohet pa vonesa e pa nevojën e paraqitjes fizike në sportelet e institucionet. Ky proces synon të rritë cilësinë e shërbimeve publike, të ulë kohën e pritjes dhe të lehtësojë aksesin e qytetarëve në dokumentacionin kadastral, duke bërë administratën më efikase, transparente, të shpejtë dhe më afër qytetarëve, si dhe duke bërë më të aksesueshme për çdo.